Tragjedi tjetër në Flatbush, në Brooklyn, policia e New Yorkut teton vdekjen e superinspektorit shqiptar të një ndërtese. Burim apo Benny Havolli, 41 vjeç, supervizori i një ndërtese pallati 8 me origjinë shqiptare, humbi jetën pas një përleshje me një hajdut të dyshuar paketash. Sipas televizionit të qytetit News 12, ngjarja ndodhi në 12 nëntor rreth orës 8 të mëngjesit në Ocean Avenue pranë rrugës Cleveland Road. Sipas policisë të New Yorkut dhe dëshmitarëve, Havolli kapi në flagrancë një burr 30 vjeçar që po vidhte paketa në hollin e ndërtesës. Debati u kthye në përleshje fizike, hajduti e goditi disa herë në kokë me celularin e tij, ndërkohë që Havolli e mbajti të ndalur derisa mbriti policia dhe arrestoi personin e dyshuar. Gazetari i kronikës së News 12 nga vend ngjarja tha fillimisht se Havolli nuk mori ndihmë mjekësore duke u kthyer në apartamentin e tij në katin e dytë. Atje filloi të vjell, u rrëzua pa ndjenja në prani të gruas së tij, u dërguar urgjentisht në spitalin më të afërt, Kings County Hospital, por nuk mbijetoi plagëve të rënda në kokë. Nuk ka fjalë për të shpjeguar, është shtrimi i madh, la pas 3 fëmijë të vegjël, 1 deri në 4 vjeç, nuk besoj se nuk është matha kushuriri i tij Petrit Havolli. Për mediat amerikane, shtypi lokal tha se Burim Havolli punonte prej 15 vitesh si supervizor në atë ndërtesë.